Përshëndetje, në vijim të përmbushjes së misionit në shërbim fermerit shqiptar, ABA Online sot organizon një demonstrim praktik fushor lidhur me kultivimin e kastravecit në fushë të hapur. Sot jemi këtu në një sidhë administrative Prez, në një parcel që është midis dy lumejve, fshati në fakt quhet Ndërmjetës dhe është ndër tokat më të përshtatshme realisht për kultivimin e disa perimëve dhe të kastravecit në mënyrë të veçantë. Quhet Ndërmjetës sepse është midis dy lumejve dhe tokat aluvionale janë ndër më të mirat për kultivimin e perimëve. Prandaj e theksova këtë, do të thotë është një zonë që i përshtatet shumë për kushtet klimatike dhe specifike që ka për kultivimin e perimëve. Unë do përqendrohem te rëndësia e kastravecit si perime që futet tek perimet që e kërkon shumë kuzhina e përditshme në shtëpi, qoftë në familje, qoftë edhe në restorante, për arsye sepse ka realisht vlera shumë të mira të sigurimit të ardhurave për fermerin. Është mjaft i kërkuar dhe natyrisht që për një periudhë të shkurtër kohore fermeri siguron të ardhura shumë mira. Kushtet klimatike thash janë goxha të përshtatshme dhe mbjellet në të dy zonat klimatike të Shqipërisë, edhe në ulësirën perëndimore, por edhe në zonën e ftohtë. Sot jemi në sezonin e mbjelljes së dytë të kastravecit në fushë hapur me sistem mbështetës. Fati më i mirë i mbjelljes për këtë sezon është pikërisht periudha e mes korrit dhe që të sigurojmë fruta në vjesht, domethënë deri në fund të vjeshtës. Një periudhë e cila realisht siguron domethënë mbushjen e tregut sipas kërkesave që ka dhe fermeri jap garanci që do ketë të ardhura shumë mirë. Çfarë konstatojmë sot në këtë parcel që fermeri ka mbjellë dhe po vazhdon të bëjë plotësimet dhe mbjelljet deri në fund të parcelës. Parcela toka është një herë goxha e mirë, e përgatitur në kushte shumë të mira. Fidani realisht është i tejkaluar. Këtë unë e rekomandoj që fermerët ta kenë parasysh, nuk duhet që të kaloj mosha e nxjerrjes në fushë të fidanit. Po duhet jetë te mosha 2-3 gjethe të vërteta dhe menjëherë të kaloj te vendi i përhershëm. Kjo është një emet që konstatohet dhe që unë i bëj thirrje fermerëve shqiptarë që ta kenë konsiderat. Mosha e mbjelljes së fidanit duhet jetë në fazën e 2-3 gjetheve të vërteta. Në momentin e mbjelljes, çfarë duhet ketë parasysh fermeri? Atëherë, fidani do duhet që siç shtulet nga vendi që është prodhuar, merret, hiqet nga vendi dhe duhet mbjell në thellësinë, jo më poshtë, edhe pak më lart. Do të jetë rrafsh me sipërfaqen për pa e futur më thellë dhe ndërkohë edhe mbi sipërfaqen nuk lejohet. Është kërkesë e domosdoshme që mos ta bëjmë këtë gabim, pra do duhet patjetër që ta bëjmë rrafsh siç është fidani i prodhuar. Bravo. Në këtë moment do duhet jetë rrafsh me sipërfaqen e tokës. Bëhet ngjeshja me duarat, dhe direkt pas kësaj do të sigurohet ujitja për të siguruar zënjen. Tani pse unë e theksoj edhe një herë që mos mbjellni nën sipërfaqen e tokës apo mbi sipërfaqen e tokës. Mbjellja nën sipërfaqen e tokës do të krijojë mundësinë e kalbëzimit të qafës rrënjës. Mbi sipërfaqen e tokës do psohet realisht mundësia e kapjes me tokën e rrënjëve dhe mund të shkaktojë edhe deri në tharjen e bimës. Prandaj është shumë e domosdoshme pra zbatimi i kësaj kërkese të domosdoshme të mbjelljes së saj rrafsh me sipërfaqen e tokës. Si kërkesa specifike kultura e kastravecit është me origjinë nga vendet e ngrohta dhe natyrisht që pëlqen ngrohtësinë dhe temperaturat e lejojnë që të mbjellet në një domethënë diapazon nga 15 deri 28 gradë Celsius është ndër kushtet më të mira dhe temperaturat më optimale. Lagështira toksore dhe ajrore janë kushtet shumë të domosdoshme për mbarvajtjen e prodhimit të ardhshëm të kastravecit. Kërkesat më të larta për ujë i ka realisht në momentin e mbjelljes dhe zënjes së fidanëve të sapo mbjella dhe në momentin e lidhjes frutave dhe sidomos të rritjes frutave, që mund të shkojë kërkesa në kapacitetin e ujit në tokë rreth 80-85%. Këta janë disa nga kushtet shumë të rëndësishme për të siguruar
domethënë vijimsinë e një vegetacioni shumë të mirë dhe marrjen e një prodhimi shumë të kënaqshëm të kaskadesit. Unë duke falenderuar fermerin për angazhimin, i uroj punë të mbarë dhe gjithsesi duhet të bëjë një herë ftesë dhe thirrje për fermerët ta mbjellin këtë kulturë, është me shumë interes ekonomik dhe të ardhurat të siguruara. Faleminderit edhe një herë.